Ditën e djeshme, mediat ROS kanë raportuar se një incident, ose më saktë një përplasje, një debat ka ndodhur mes po themi analistës së Big Brotherit Neda Balluku dhe ish banorit të Big Brotherit Elton Tozaj. Për të folur për këtë dhe për të na thënë më shumë lidhur me këtë incident, kam vetë të ftuar, po themi, një nga protagonistët që në këtë rast në fakt jam viktima. Elton, shumë faleminderit për këtë. Faleminderit ju përshëndes nga Mali, ndërkohë nga një natyrë fantastike pas meje. Ju kemi zili që ti shijon atë jetën në mal, ne vazhdojmë në qytet. Ju këshilloj që fundjavave ta bëni patjetër, ja ku është shumë afër, unë vi shumë shpesh në Klos, këtu ku jam. Bëni sepse janë vende fantastike që kemi, ajër i pastër, larg stresit, larg zhurmës. Elton, kur shkon në Klos, ju njohin ata të lagjes, po themi? Atëherë, unë kam maman nga Klosi dhe kam prejardhjen nga ana mamas, origjinën. Kemi shtëpitë tona, patjetër që na njohin, për më tepër që pothuajse jemi që të gjithë kushuri dhe unë vi me kënaqësinë më të madhe këtu. Pothuajse çdo fundjavë. Elton, mund na thoni pak se çfarë ndodhi realisht në korridoret e Topit ku patët një debat me ne? Ndodhi, ju e keni thënë një sherr midis nesh, por në fakt nuk ka qenë një sherr midis nesh, ka qenë një sherr nga ana e Nedës. Unë praktikisht nuk jam përgjigjur fare për hir të respektit që kam ndaj institucionit të Top Channelit, të vendit ku ne jemi, ku ne shkojmë, ku ne flasim, të asaj dritare që të jep mundësinë që të flasësh. Kur unë kam qenë duke hyrë në studiot e Top Newsit, Neda doli nga kafe që është poshtë dhe mu hakërrye duke më thënë që të të vit turp që flet për mua, që më komenton mua, që më ofendon mua, sepse ti unë të kuptoj që ti e bën për të mbrojtur shoqen tënde, Rozanën, por ki kujdes me mua sepse unë të hedhe në gjyq. E vetmi përgjigje që Neda mori nga unë, sepse nuk mund të bija kurrësi në atë nivel të ulët të reagimi që pati, ishte vetëm që më vjen keq për sa kohë jeni pjesë e një formati që është më i komentuar në Shqipëri, siç është Big Brother. Dhe ti duhet të jesh falendërues të Top Channel për këtë gjë, që ta dha këtë mundësi. Dhe shumë të tjerë kanë këtë ëndër që të jenë aty. Ti do jesh pjesë e komenteve, jo vetëm të mijave, po të gjithë njerëzve, sepse është i tillë formati. Ka qenë pjesë e komenteve të mia Balina, ka qenë pjesë e komenteve të mia Jacqueline, ka qenë pjesë e komenteve të mia opinionistja vjet, deputetja, ndjes për emrin. Patjetër që do ishe edhe ti tashmë, sepse je pjesa e atij formati. Më vjen keq që komentet unë madje më tepër i kemi bërë këtu bashkë me ju, dhe nuk e di nëse ju i keni edhe të postuar, nuk e di nëse aty ka ndonjë. Nuk ka asnjë ofendim. Kam bërë dhe një postim tjetër satirik në profilin tim, ku kam vënë një personazhe të TikTokut dhe Nedën në një moment të caktuar që janë në ngjashmëri duke qeshur njëra me tjetrën. Nëse Neda është ofenduar dhe nga një personazh, prapë i bëj thirrje mos u ofendo, sepse të tillë personazhe ju i thrisni dhe i fusin në reality show. Kështu që po ofendon personazhet që juve vetë thrisni dhe vetë komentoni. Dhe për më tepër, dua të rikujtoj Nedës që nuk jemi në vitin 1985, ku ti mund të mbyllje gojën njerëzve me kërcënimet e gjyqit, të hetuesive apo prokurorive, por jemi në vitin 2025, ku ka televizione private, të cilat na japin mundësi që të shprehim mendimet tona për lojtar në një lojë të caktuar, e theksoj lojtar, jo njerëz, jo personin, por lojtarin, dhe për opinionistin, mënyrën se si gjykon lojtarin, na jep në të drejtën për të komentuar. Kështu që, mua më duk komplet e pavend mënyra si u hakërrye, patjetër unë e kuptoj shumë mirë, sepse pash dhe personin që ishte Neda, ishte një djalë aty që normalisht ishte ai nga ato që merr llafe çon llafe. Nuk ka rëndësi që ti përmend emrin se është pa lidhje, po gjuna që Neda një grua në zonjë të bie pre e të tillave gjëra është shumë e vështirë. Unë nuk kam asnjë gjë tjetër për të shtuar, dua vetëm t'i them për mua Neda do të jetë historikisht Neda Karafili e Big Brotherit në vitin 2011 dhe Neda Karafili Balluku që përkohësisht është opinioniste e Big Brotherit. Për sa kohë ka marrë përsipër që të ketë rol, unë do ta komentoj patjetër për çdo koment që ajo do bëj. Të mirë apo të keq, nuk ka rëndësi.
Elton, ju mendoni që Neda më shumë ka pasur hallin e, po themi, termave që ti ke përdorur në analizën që ke bërë, apo nga që kush ti është ke termi? mbajtur Mund të më anën e rikujtosh një Rozanës? term? Pra, jo, në kuptimin që me ato terma që ke përdorur që Po kë pra? jo terma në kuptimin e ofendimeve, po duke Po kë, për shembull, sepse që ajo të jetë prekur nga termat, unë duhet të kem një term nga ofendues që mund t'i krahasimi, kem nga bërë. që ke bërë me atë personazhin, Patjetër, unë kam thënë të vërtetën, Neda Pra, ka jo, gjëra më shumë dua ta personale them me që Rozanën. Dhe kam thënë që Neda për mua, Neda ka qenë një lojtaret më të urryera, lojtaret e kam theksuar madje, më të urryera në Big Brotherin e saj dhe kam thënë dha të tjetrën që Neda ka për ta vazhduar këtë gjë sepse po ndërpreu të duket që ka akoma më shumë personale dhe kjo është e fundit që ne do kemi thënë bashkë. jo, Nëse Neda është prekur nga këto, unë nuk mund t'i kërkoj falje, se s'kam që t'i kërkoj falje, se kam ofenduar, se kam sharë, as kam ndërmend ta bëj që se kam bërë ndonjëherë. Dhe çfarë të them unë tash? jo, ideja është më shumë ndoshta mos është prekur nga që ti ke mbajtur anën e Rozanës dhe Po më Neda s'ka pse të preket, sepse ke Neda mban sulmuar, anën e jo. Gertës edhe unë nuk prekem pse Neda Jo, mban ke anën vënë në e dyshim, Gertës. pra ti ke vënë në dyshim, po themi Jo, se kam vënë anësimin e vetëm një unë në dyshim, po e vënë në opinionisti. dyshim. E vënë në dyshim me tërë Shqipëria. Neda le të kapet me tërë Shqipërinë, mos të kapet me mua. Unë them atë që mendoj. Dhe është shumë e qartë që Neda kapet me Rozanën Kotër, nuk ka nevojë që ta them këtë. Të besoj e dim si buka që ham, se është pa lidhje. A do ishte surprizë nëse në një moment caktuar ju merrni një njoftim nga gjykata duke thënë që jeni Jo, mos më vjen fare, dëgjoj, me të tillë personazhe që vuajnë nga deliri i madhështisë, mua nuk më bëjnë fare përshtypje këto sjelljesh. Madje edhe ajo që ajo më tha dje, edhe që bëri dje, mu duk një gjë që okay, është fiks për standardin e saj. Një njeri që i duket vetja kush e di se çfarë, se është opinionista apo është kuna ata X apo Y personi, dhe më duket një gjë pa logjikë, ajo mund ta bëj absolutisht. Le të vazhdoj rrugën mbar. Mua nuk më bën asnjë gjë, nëse ka nevojë, i çoj dha ID-n me WhatsApp që të mos ketë ndonjë ngatres në emër. Keni parë Nedën në raport me opinionistet e Big Brotherit, pra ka qenë më e anshmja sipas teja apo ka pasur po të vetë marrë në tjerë që ka shembull pasur? Jacqueline tek Big Brother 2. Ka qenë një nga opinionistët më të anatemuara të Big Brotherit. Por, di të them diçka, Jacqueline, sado që kishte këtë problemin, që kundërshtonte Luizin patjetër shumë, sepse donte patjetër që të kishte rivalitet, kjo ishte gjithë qëllimi i saj, por kur Luizi kishte të drejtë dhe mënyra se si ajo argumentonte, si kishte qasin, ishte shumë okay, dhe bëshe shumë e pranueshme për njerëzit. Dhe në 30 prime të Big Brother, për shumë Jacqueline, 10 ishin ato primet që jepte të drejtë Luizit dhe kishte 20 të tjerë që patjetër e anatemonte ose i kundërshtonte lojën, ndërsa Neda jemi në primin e 25. Në 25 prime nuk ka një prime, një të vetëm, dhe atëherë kur Rozana ka pasur të drejtë. Po më thuaj një herë. Po Rozi, ke shumë të drejtë. Po thuaj një herë të vetme. Nuk të gjen asnjë gjë, përkundër të bën nder ty si opinioniste ta thuash. Sepse po jep një mendim real, njerëzit për atë kanë nevojë. Ti fundit që paguhesh aty sepse edhe mburren me këtë gjë, që un paguhen për këtë gjë. Po pra ti paguhesh. Po paguhesh për të bërë një analizë korrekte, për të bërë një analizë të drejtë të tërë kësaj gjës që ti je aty. Dhe kur ti e shikon që anatemohesh, sepse njerëzit kuptojnë që ti ja fut kodra pas bregu dhe duket që është inat kaq personal, fillon dhe kapesh me atë që ta vën në duke ty këtë gjë. Dhe e them edhe një herë, për hir të institucionit, ti moj vajzë, hajde me këmbë në tokë. Respekto Top Channelin për atë që të ka zgjedhur dhe më vjen keq që mund ta ulësh veten në atë mënyrë që të bërtasësh korridoreve të Top Channelit në atë farfeje. Është shumë e turpshme. S'ke pse? Pse? Sepse ty s'pëlqen opinioni im, po edhe mua nuk më pëlqen i joti. Jemi hasur 100 herë nëpër ato korridore. Po kur nuk të kam sharë, kur nuk të kam thënë gjë, kur nuk të kam bërtitur, se nuk është opinioni një loje kaq, that's all. Nuk kam më tepër, shumë e shëmtuar, realisht shumë e shëmtuar. Kemi kritikuar Balinën,
Madje Balinës i kam thënë kur ka qenë Big Brother 1, i kam thënë kjo sigurisht ka bërë botox trurit, sepse ishin disa prime që nuk po reagonte aty ku duhej. Nuk më tha një herë një gjë, madje jemi takuar, nuk më ka thënë kurrë diçka. Kam patjetër Jacqueline, jemi hasur në Top Albania Radio. Kur asnjëherë nuk më ka thënë po ti ore çfarë bën e drejtë shejtan. Më kujton që kemi në opinionistët që ka qenë vjetë ashtu. Oriela në bia. Po, me Orielën e kam kundërshtuar kur kam qenë në çdo emision që bëhet sepse sa herë ka Big Brother neve këtë punë kemi. Dhe asnjëherë nuk më ka shkruar, madje kemi shkëmbyer mesazhe, edhe më ka shkruar me që edhe ti tash se s'është kështu, po është kështu. Po tash ti të dali Neda Balluku, Neda Karafili Balluku, dhe të më thotë që shiko, ti djalë, kujdes me atë që më thua mua, edhe çka komenton ti për mua, sepse unë do të hedh ty në gjyst. What? Po kjo nuk është normale. A do ju pengoj kjo që të vazhdoni të Jo, absolutisht. Po të më pengonte, nuk do e pranoja kërkesën tuaj për të reaguar. Elton, siç besoj është duke u votuar dhe tani, sonte do të njohim edhe finalistin e parë të Big Brother dhe për këtë janë në garë, po themi në televotim, Rozana dhe Gerta. Sipas teje, kush mendoni që do jetë finalistja e parë dhe pse? Në bazë dëgjoj, të dyja vajzat e meritojnë. Tash të lëmë janë çik tifozlikun, për edhe shoqërinë e ngushtë unë kam me Rozin, po faktikisht të dyja vajzat e meritojnë. Të dyja vajzat do shkojnë, nuk ka rëndësi kush shkon sot ose nesër. Më mbajt mend herën që kaloi për shembull, ai që vajti i pari në finale nuk ishte detyrimisht fituesi, fitoi tjetri. Egla, nuk fitoi Juli. Për shembull, po të marr një shembull. Nuk ka rëndësi ku shkon, pavarësisht unë besoj fort që ka për të vajtur Rozana. Nga gjitha sondazhet që ne kemi bërë, madje edhe dje kemi qenë të mbledhur duke u marrë me këtë bukë përpara se të vija këtej, me Andetën e me Mishtan që merremi pak me këto. Sipas të gjitha sondazheve dhe të gjitha votimeve që neve kemi mbledhur, se kemi ngritur një grup database për të mbledhur të tëra votat që na dërgojnë me screenshot. Rozana është shumë mirë, është diku ke 65% të votave. Shpresoj shumë që të jetë Rozana, shpresoj shumë që ky votim të vazhdojë edhe për finalen. Edhe patjetër unë jam për Rozanën. Megjithse, prapë them, sido që të jetë puna, kushdo që të dalit sot nga vajzat, e sigurt është që ajo që ka për të, mbase nuk ka për të dalë sot, ka për të dalë nesër. Dhe kam përshtypjen se sot do të ketë një ballafaqim shumë të fortë midis asaj që nuk do hyjë në finale dhe Eglitakos. Në rrjet përçarkullon një video që Jozi po themi është drejtuar përsëri me disa fjalë ku shumica prej komentuesve i kanë cilësuar si fjalë jo të denja dhe mundësisht kanë kërkuar që të merren përsëri masa për Jozin, duke thënë që të përjashtohet edhe njëri nga Big Brotheri. Po aty çfarë fjalësh kanë thënë se kam parë këtë pjesë. Bëhet fjalë për ku diun i ka thënë ca që terma që nuk janë shumë etik për të përdorur. Po është video, Është si video, po ekziston si video. Nëse duhet penalizohet Jozi, aty duhet penalizuar 3 banorë. Nuk ka pëlqyer jo 3, 2, më fal. Duhet të penalizohet, nëse do penalizohet Jozi, duhet penalizohet edhe Egli. Nuk më ka pëlqyer e tërë qasja që ka pasur Egli me 3-4 banorë. S'm ka pëlqyer qasja që ka pasur Egli ndaj Gjestit. Mënyra si është shprehur, me fjalë të ëndër të mortja, apo unë të kam sot deri këtu, apo unë bëra njëri, apo nuk e di, domethënë, të gjitha këto. Kundërshtime të ndryshme të produksionit që ma thoni edhe një herë, kujdes mikrofonin, se keni për të parë juve se çfarë ju bëj unë. Legenë ordiner të tregoj unë ty kur dalim jashtë. Këto nuk janë fjalë që thuhen nga një femër, më vjen shumë keq. Dhe për më tepër një femër aq të artikuluar sa ajo pretendon të jetë dhe aq inteligjente, janë fjalë shumë të ulta që mund të përdoren ka shi banorëve të tjerë apo produksionit, për më tepër produksionit që është shumë e turpshme, ajo që unë e kam postuar dhe këtë. Nëse dhe Jozi ka bërë këtë, atëherë duhet penalizohet ai njësoj si Egli. Kam frikë mos është shkak pasoj. Mos Jozi është fryrë për fjalëve të Eglit. Egli po mundohet të bëjë lojën e Gjestit mbase për të nxjerrë banor me zarf të zi. Egli është vite dritë larg Gjestit.
Më vjen shumë keq që gjesti humbi 3 javë të plota, duke ndetur në sjetullën e Eglit, humbi pikë si lojtar dhe më pëlqeu shumë këto 3 ditët e fundit që është shkëputur më në fund dhe ka rifilluar edhe një herë lojën. Duhet të jetë patjetër gjesti ai që do konkurrojë me finalistin tjetër për çmimin e madh. Dhe mua më zhgënjeu fakti që po humbiste pikë. Dhe kam thënë edhe këtu te ju këtë gjë. Kështu që Rozana për mua është finalisti e parë dhe për kësaj përket këtyre të tjerëve pastaj nëse do penalizohet Jozi, si fillim duhet penalizuar Egli. Ndoshta kjo hyrja e dytë po e bën që të dalë me imazh më të rënuar se te e para. Po të them diçka, doli nga Big Brother vajti 370.000 ndjekës. Sot është 314.000, 3.000 më pak këto 3 ditë. Më kupton? Është imazhi ju rënua akoma dhe më shumë. Hyri për të vendosur dinjitetin në vend, po bëri një kalarëre, kaq, asnjë gjë. I doli kundër Rozanës, që i ndeti 2 muaj në krah dhe e kishte shpatën. Që vetëm Egli dhe Neda thonë që s'është e vërtetë. I doli kundra Danjës, i doli kundra Livjes, i ka dalë kundra Gjestit. Domethënë, i doli së fundmi kundra produksionit. Domethënë, më duket një gjë që trimi i vetëm në kundër të gjithëve në luftë apo Don Kishoti luftë me Mullin të Erës. Duket një gjë që është egzageruar shumë nga ana e saj. Më vjen shumë keq që ajo ka rizgjedhur të rihy. Unë kam qenë ai që e kam thënë edhe atëherë që kjo vajzë duhet ta lindte shtëpinë për shkak të gjendjes së agravuar që pati kur ishte brenda. Më bë qefi shumë kur doli, e përkraha shumë, por u smarrova kur u rifut sepse thash, okay, këtu nuk bëhet fjalë për të vendosur dinjitet, këtu bëhet fjalë për të marrë famë. Dhe kurse si nuk kam dashur kur që të konfirmohen disa fjalë të tipit që ajo është karrieriste apo njeri që vuan për famë. Kur nuk e kam dashur. Nuk e vërtetova unë, na e vërtetoi vetë Egli këtë gjë. Elton, shumë faleminderit për kohën dhe shpresoj. Faleminderit ju dhe ishte kënaqësi sepse reagimin e kam bërë këtu te ju atëherë për netën, kështu që më takonte që ta bëja tek ju. Shpresoj që të mos kemi përsëri intervista për sherrë që mund ndodhin. Jo, ti di që unë nuk jam tip konfliktual, jam shumë i qetë. Edhe kur më unë. Si ajo e makinës që ti mund truhesh sa duhesh, po të bie tjetri nga mbrapa. Po, bie tjetri, po s'ke ç'a bën. Aksidentet ndodhin. Elton, shumë faleminderit. Po që kemi sigurimin. Faleminderit shumë dhe të uroj. Faleminderit juve, gjithë mirë dhe ju përshëndes. Ciao.